Mi mbrëma të ndëruar shikues, për takom në edicionin qendror këtu në të 7. Situata me vëshime është stabilizuar gjatë ditës së sotme, por në shumë komuna fshatra të tyre prapa kanë mbetur dëme të mëdha. Lipjani është njëra nga qytetet që u prek goxha shumë. Në fshatin Banull, familjet thonë se u përballën me vështirësi e dëme derisa ju mungoi dora e institucioneve. Oborri u mbosh i tëri me ujë. Albert Ameti nga Banulla e Lipjanit në shtëpi nuk mund të hyjë nga dera kryesore pas rreshjeve të dendura të shiut. Kjo i shkaktoi probleme të panumërta kësaj familjeje 6 anëtarëshe. Këtë pjesën këte ku po shifet aborri ase, ka shpilja, s'kina mujt heq me dalën për me shku në atë pjesën për mi marë senet u shimore. Edhe në tonë në ne, ketë nga ka marrë ujë, shka kum pasën, dishka mjetë, kështo maçinat, rrymë, zbërmashina, shka i kum pasë atë, ketë mi ka marrë ujë. Me mile, me krej. E shka kum pasën e të shimore, kështo mile, këto sene, kumpira, ketë i ka marrë ujë, edhe në tonë. Ameti thot se askush nga komuna nuk i vizitoj e as nuk ju ofrojnë ndihmë. Pi komunës nuk ka ardhën kërkosh, muna këqyra, muna qelë kanalizimet të dishka. Kurse biznesin familjar, shiu u aprishi familjes së Begishe Ametit po nga ky fshat. Sera me produkte bujqësore që mbante këtë familje 4 anëtarëshe, tashmë është krejt e shkatruar. Na ka dëmtu aty ku e ka ushqimin krejt ka hi uji, e ka dëmtu ma ka kallë frizin, mi ka aprish atë senet këtë shka i kena ushqimur aty, serën shka mbjellum lullja këtë ne ka prishën, uji ka hi, kena shku kena marrë ujë në Lipjan, kena ble, s'kena mujt me pijen. E njëjta thot se këtë probleme kanë ka herë e askush nuk u interesua. Qëtu, edhe gjithë ka pas dame qështu, jo hera por, po gjithë ka pasën. Jo, asë një herë s'ka orë komuna me na vizituan. Ndërkash, në qytetin e Lipjanit, ndonë se ndërtimi parkingut nën toksor dhe nën kalimi kushtoi rreth 6 milion euro, ai u mbyll për qarkullim për shkak të mbushjes me ujë. Televizioni ka kërkuar një përgjigje nga komuna e Lipjanit, por gjatë së dielës nuk qenë të qasshëm. Telashe të shumta përmbytjet lanë edhe në shtime. Oborret e shumë shtëpive vijojnë të jenë të mbushura me ujë. Madje njërit prej banorëve vëshimet janë mbytën edhe pulat pasi ujë depërtoi në Kotec. Edhe këta thonë se institucionet nuk ju gjetën pranë. Vështirë që brenda shtëpis mund të hyjë. Kjo pasi oborrin e Enver Ramadanit nga Vojnoci i Shtimës e përmbyti uji pas rreshjeve e tash bajta, po ja pamundson qarkullimin në pronën e tij. Familja 6 anëtarëshe ka shtëpinë Karshilumit Shtimjana, e rritja e nivelit të saj i shkaktoi dëme të shumta materiale, madje edhe ja mbyti kafshët shtëpiake. U kanë e rrezikon kë bandar bjen tokë dhe nashta edhe kishë mujt më kallë me shtëpi me krej. Peshin një rrugën ka ba dame jashtë normales që po shihen shumë qartë. Në shpinë tonë kanë intervenu vetëm zjarë fikset edhe ata i kam pas shok. Mi kam pru disa qizme të gjata deri këto për me dal onet si krye familjar. Dhe tjerët janë me që 3 det janë të ngujun në shpi. Drut mi ka qut gjitha që i kam pas. Ka ba dame në gjitha aspektet, ku edhe janë ingjizimet, shihen. Këto ka lëq e ti që ka hi pejrekës, një javë me punu bageri edhe së me hjek, në detalj. Vërshimet thot si ja përmbytin shtëpin tash e 30 vite sa herë që ka rreshje të mëdha, kjo për shkak të lumit. Kështu që na jem të vërshum që 30 vjetë, edhe uji e parë që vërshohet në fshat është shtëpia jam, për shkak të zërpimit kojshis në anën tjetër, 15 metra është e ja zërpun ajana anej, edhe kështu na po vujna pasojat e hatër lakot të komunës dhe persona që ozorpojnë otrina. Në shtëpinë e tij nuk mund të qëndroj as Hesat Fizullahu. Ai tashmë po strehohet tek shtëpia e të vëllaut së bashku me familjen e tij 5 anëtarëshe. Po domet janë frizi, frigoriferat, një pjesë kogja e madhe e laminatit, nështë ka dhe elemente tjera, gjona tjera, po njerës po mujna mi vrejt, për deri sa qëtësohet pak. Zejnullahu shprehët se askush nuk u erdhi në ndihmë deri më tani. Po besoj që ndoshta na ndihmon deri më tani s'kan ardhur. Problem edhe në këtë fshat po dej të jetë shtrati i lumit Shtimjana.
veç ujë që ka i në bërë, ujë në ka i përshka krekës, reka është e ngusht, ka në mshelë të në unë, s'lonë me qelë, që s'pëllojnë, aje ka zonë atë unë, kyke ka zonë këtë unë, dhe banerve të shatit ka unë shumëti, komuna s'pi për vitet të qështë. Këtë dje, televizioni kërkoj një përgjigje edhe nga komuna e Shtimës, por të njëjtët nuk ishin të qasshëm. Agencia Menaxhimit Emergjent ka publikuar raportin për gjendjen me vërshime sot. Në një raport thuhet se në Prishtinë ka vërshime në rrugën e Çaglavicës dhe nën kalimin për Katës. Tutje raportohet se nën kalimin në Shkapaj, rruga për Obileq është po ashtu i vërshuar. AME ka njoftuar se shumica e rasteve të vërshimeve janë si pasojë e bllokimit të kanalizimeve. Në fushë Kosovë, vërshime sipas agjencisë ka në fshatin Lismir. Ndërkaq në Obileq raportohet se nën kalimin në dalje të autostradës në fshatin Mazgit mbetet i bllokuar nga uji. Vërshime janë paraqitur edhe në disa pjesë të tjera të komunave të Kosovës. E në krejt vendin, 2 ditë të procesit mësimor u humbën pikërisht shkaku i vërshimeve. Megjithatë në Prishtinë tashmë shkollat thanë se janë të gatshme për të filluar gjysmëvjetorin e 2 që nga dita e nesërme. Sipas drejtuesve të tyre, gjithçka tashmë është gati. Pas 18 ditësh përshëm, shkollat në Prishtinë janë të gatshme për fillimin e gjysmëvjetorit të dytë. Kështu është shprehur drejtori i shkollës së mesme të Ulët Emin Duraku Visar Osmani, i cili ka thënë se pavarësisht rreshjeve të mëdha të shiut, në disa zona të Kosovës mësimi do të nisë sipas planit. Ai ka shtuar se do të gjejë mënyra për t'i kompenzuar orët e humbura. Mendoj që do të gjejmë formë t'i kompenzojmë. Do të gjejmë formë, me gjitha është siguria e fëmijëve tonë, por ditë të tjera presim një njoftim zyrtar në periudhën e dytë që i pas pushimit pranveror, gjendet forma dhe padyshim që këto ditë do të kompenzohen pas një lloj problemi. Ndonë se zona e Prishtinës ka qenë më e qetë, megjithatë Osmani vlerëson të duhur vendimin e Ministrisë së Arsimit për të shtyrë nisjen e gjysmëvjetorit të dytë. Nesër rifillon procesi mësimor, jemi të gatshëm, me si presim fëmijët në rikthim në bankën shkollore dhe të fillojmë punën. Për shkak të motit lig, ju e dini, ju kemi përmbajtur një njoftim që ka nga Ministria e Arsimit, mendoj që ka qenë kriter i arsyeshëm sepse kushtet atmosferike në mbar vendin ka qenë jashtëzakonisht vështirë. Ndërkohë që Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës patë reaguar duke thënë se procesi mësimor nuk do të fillojë pa kushtet e sigurta për punë dhe mësim. Zbashku nuk do të lejoj kthimin në procesin mësimor pa u garantuar kushte të sigurta pune dhe mësime. Nëse institucionet përgjegjëse dështojnë të veprojnë me kohë dhe seriozitet, Zbashku do të ndërmarrë veprime sindikale në mbrojtje të jetës, shëndetit dhe dinjitetit të antarësisë së saj. Siguria nuk negociohet. Zbashku në mbrojtje të punëtorëve të arsimit. Deri me tani nuk ka asnjë konfirmim nga mashti nëse mësimi do të nisë të hënën. Por mësimi nuk nis në gjithë Kosovën, të paktën jo në 2 komuna. Malishiva ka njoftuar se fillimi i gjysmëvjetorit të dytë të vitit shkollor 2025-26 është shtyr për 2 ditë, duke filluar më 14 janar 2026. Në arsyetimin e drejtorisë së arsimit, thuhet se vendimi është marrë për shkak të përmbytjeve të shkaktuara nga rreshjet e fundit gjatë vikendit, të cilat kanë dëmtuar infrastrukturën rrugore dhe kanë vështirësuar qarkullimin në të gjithë territorin e komunës. Ndërkohë, edhe komuna e Fushë Kosovës ka shtyr fillimin e gjysmëvjetorit të dytë, këtë herë deri më 19 janar 2026. Drejtoria për arsim ka bërë të ditur se vendimi është marrë për shkak të kushteve të vështira atmosferike, rreshjeve të shiut dhe borës, si dhe vështirësive në sigurimin e ngrohjes në disa institucione arsimore. Sipas njoftimit, shtyrja e fillimit të mësimit ka për qëllim sigurinë e nxënësve dhe stafit arsimor, si dhe garantimin e mbarvajtjes së procesit arsimor. Moti i keq shkaktoi të lashe dhe me ujin e rrymën në disa komuna. E 5 minator të Trepçës mbetën të bllokuar në horizontet e minjerës për 9 orë pas problemeve me energjinë elektrike. Lajmin e ka konfirmuar kryesindikalisti i Trepçës Ibrahim Jonuzi. Ai tha se 5 pompistët janë shëndosh e mirë dhe kanë arritur të dalin nga minjera. Janë 5 pompistë kujdestar të cilët kanë mbetur në vendin e tyre të punës në
në minjerë për shkak të problemeve teknike me energjinë elektrike. Ata kanë mbetur të bllokuar për 9 orë, janë shëndoshë mirë dhe janë kthyer në shtëpi, ka thënë Jonuzi. Ndërkaq që komuna e Pejës sot u përball me një rast tjetër të rënd. Aty është plagosur biznesmeni Jeton Buquku nga persona të pa identifikuar deri tani. Organet përgjegjëse thonë se janë në kërkim intenziv të tyre, derisa institucione shëndetësore njoftuan se i plagosuri gjendjen e ka stabile. Mëngjesi i së djegjes nuk e gjeti Pejën aq të qetë. Pak para orës 10 në rrugën Adem Jashari, një person ka mbetur i plagosur si pasojë e të shtënave me armë zjarri. Bëhet e ditur se 3 persona dyshohet se kanë gjuajtur me armë zjarri në drejtim të Jeton Buququt, duke e plagosur atë. Sot rreth orës 9:55, policia është njoftuar se në rrugën Adam Jasharin e Pej ka ndodhur një rast plagosje me armë zjarri. Policia menjëherë ka dalë në vendin e ngjarjes. Personi i plagosur është dërguar në emergjencë në spitalit në Pej dhe për shkak të natyrës së lëndimeve dërgohet në QKUK në Prishtinë. Personat e dyshuar janë larguar nga vendi i ngjarjes në drejtim të panjohur. I njëjti është dërguar për trajtim mjekësor, ndërsa gjendja e tij thuhet se është stabile. Është duke u trajtuar në qendrën emergjente. Janë kryer ekzaminimet e nevojshme dhe konsultat. Gjendja stabile. Do të transferohet në klinikën e ortopedisë për trajtim të metutjeshëm. Momentalisht nuk dihet se kush janë personat që kryen këtë vepër, por nga prokuroria themelore në Pejë thonë se po merren intensivisht me identifikimin e tyre. Me të pranuar informatën për shëna me armë zjarri dhe plagosjen e një personi, më në vendin e ngjarjes ka dalë policia e Kosovës, më pas ka dalë edhe prokurori i krimeve të rënda, ku në vendin e ngjarjes përveç policisë së Kosovës me gjitha njësitë relevante, prokurori i shtetit ka autorizuar që të grumbullohen provat të cilat do shërbejnë këtë procedurë penale. Njëkohësisht është sekuestruar një automjet i cili do të dërgohet në ekzaminim, i cili dyshohet që është përdorur nga të dyshuarit, ndërkaq jemi duke punuar intensivisht për identifikimin dhe lokalizimin e personave të dyshuar. Rasti po trajtohet nga organet e hetuesisë në koordinim me prokurorinë kompetente, ndërsa hetimet janë në zhvillim. Kurse nga arma jeta ju mor fiksë 27 vite më parë, veprimtari të shquar Enver Malokut, i cili u përkujtua sot. Sikurse vit për vit edhe kësaj here u bë thirrje për zbardhjen e këtij rasti që është ndër vrasjet më të rënda të dekadave të fundit. Përveç thirrjes për drejtësi, kontributi i tij u nderua e u vlerësua lart. Të dielën mbushën saktësisht 27 vjet nga dita kur në lagjën Bregu i Diellit në Prishtinë u shua zëri fuqishëm i informimit të lirë. Ishte 11 janari i vitit 1999, kur Enver Maloku, njeriu që e drejtonte qendrën informative të Kosovës, u qellua me breshëri armesh vetëm pak metra larg banesës së tij. Edhe pse u dërgua me shpejtësi në spitalin e Prishtinës, ai vdiq pak minuta më vonë, duke lënë pas një boshllëk të madh në gazetarinë shqiptare në një kohë kur vendi po përballej me tmerrat e luftës. Vrasja e Malokut u cilësua si një goditje e planifikuar nga qarqet antishqiptare, që synonin të thyenin guximin për të thënë të vërtetën dhe të pengonin rrugën drejt lirisë. Ky nuk ishte rreziku i parë për të. Vetëm 6 muaj më parë në korrekt të vitit 1998, ai kishte mbjetuar një tjetër atentati në pragun e shtëpisë. Megjithatë, mesazhet kërcënuese dhe rreziqet e përditshme nuk e ndalin atë dhe kolegët e tij që qendrën informative ta shndronin në një agjenci kombëtare lajmesh që informonte botën mbi mizoritë serbe. I lindur në bradash të Podujevës në vitin 1954, Maloku rrugtimin e tij profesional e nisi në televizionin e Prishtinës, fillimisht në programin e kulturës. Por me mbylljen e dhunshme të institucioneve nga regjimi pushtues i vitit 1990, ai u zhndrua në gazetarin kryesor politik të vendit. Prej vitit 1993 e deri në ditën e vrasjes, ai hulloqi me përkushtim institucionin që u bë shtylla e rezistencës informative dhe promovimit të pavarësisë së Kosovës. Për këtë kontribut jetësor, Enver Maloku është nderuar pas vdekjes me titullin më të lartë Heroi i Kosovës, si dhe me medaljen e artë të pavarësisë e urdhrin e artë të Shqiponjës. Vrasjen e tij e ka përkujtuar edhe lideri i LDK-s Lumer Abdigjiku, i cili e ka përsëritur thirrjen e familjes dhe bashkëveprimtarëve për zbardhjen e plotë të krimit, duke e cilësuar Malokun si një gazetar idealist dhe intelektual të rrallë. Sipas Abdigjikut, sot nuk kujtohet vetëm njeriu që dha gjithçka për vendin, por edhe idealet e tij për një botë pa cenzurë,
të cilat duhet të shërbejnë si udhërrëfyes për të ardhmen. Sot emri i Enver Malokut është kalit në vendin e rënies në Prishtinë, ndërsa vepra e tij mbetet udhërrëfyes për gazetarinë nguzimtare. Osmani ka kujtuar Enver Malokun në 27 vjetorin e vrasjes së tij. Sot kujtojmë Enver Malokun, intelektualin e qetë, adhetarin dhe bashkëpunëtorin e afërt të presidentit historik Dr. Ibrahim Rugova. Ai ishte zëri i urtësisë dhe i dinjitetit në kohët më të rënda për Kosovën, arkitekti i komunikimit politik që çoi të vërtetën tonë për te i kufive. Enver Maloku besoi te fuqia e fjalës, te dialogu dhe te vizioni rugovian i lirisë, një Kosovë lirë, demokratike dhe orientuar drejt perëndimit. I shërbeu atëzeut me integritet dhe përkushtim, duke lënë gjumë të thella në rrugën tonë shtetformuese, ka shkruar presidentja. E në kërkim të drejtësisë për diçka tjetër, po pretendon që është Bekim Haxhiu i Partisë Demokratike të Kosovës që është ankuar në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa lidhur me votat me kusht të zgjedhjeve të parakohshme të 28 dhjetorit. Haxhiu nuk ka arritur të sigurojë një ulse në legjislaturën e 10 të Kuvendit të Kosovës. Ai në një reagim ka thënë se ka dorëzuar ankesë pasi është bërë shkelje serioze e integritetit të zgjedhjeve kur janë pranuar fletvotimet me post pas datës 29 dhjetor. Ai ka thënë se janë pranuar mbi 23.000 vota me post pas datës. Haxhiu në zgjedhjet e 28 dhjetorit mori 21.079 vota, bazuar në rezultatet preliminare të publikuara nga KQZ-ja. Ai ishte i 20 më i votuari në radhët e PDK-s, por nuk siguroi vend në kuvend shkaku i kuotës gjinore. Bekim Haxhiu aktualisht është një nga deputetët që mbetën jashtë kuvendit, sikurse edhe shumë ish kolegë të tij, ndonse jo sikurse te komuniteti shumice dhe brenda partive minoritare. Përbërja e kuvendit pas 28 dhjetorit do të jetë paksa më ndryshe. Kush fitoi mandate, kush mbeti jashtë, e tregon kronika në vijim. 20 ulësët i kanë të rezervuara, por shumë parti brenda 7 komuniteteve jo shumicë në Kosovë garojnë fort për të siguruar ato. Gjysma e tyre u takon komunitetit serb, e shumica dërmuese e tyre listës serbe. Edhe në zgjedhjet e 28 dhjetorit, kjo parti sigurojnë 9 nga 10 ulësët në kuvendin e Kosovës, ani pse shumica shqiptare tentoi ta bllokonte certifikimin e saj. Subjekti politik që udhëhiqet nga Zlatan Elek siguroi mbi 42.700 vota, rreth 3.000 më shumë se në zgjedhjet paraprake. Brenda komunitetit lista serbe kundër kishin partinë za Slobodu Pravdo i Opshtanak në Nadrashishit, e cila gjithashtu arriti të sigurojë një ulse me mbi 4.800 vota të grumbulluara, rreth 700 më shumë se në zgjedhjet e shkurtit. Kurse partia tjetër serbe, Kosovski Savez, performoi dobe duke siguruar vetëm 530 vota. Për 10 ulëset e tjera, garë nuk pati tek komuniteti turk që i takojnë 2 prej tyre. Ato i mori partia e vetme që garoi në këtë proces, KDTP, e cila pati një rritje për 100 vota. Për dallim nga shkurtit të turqit në këtë proces nuk ju futën garës YTHP e as KATP. Partitë e njëjta e madje deputetët e njëjtë siguruan ulëset në komunitetin bosnjak. Këta të fundit kanë 3 ulëse të rezervuara, e në garë kësaj here ishin veç 3 parti. Të 3 partit pësuan në rënien e 100 vota krahasuar me shkurtin, kurse pati përmbysje edhe në renditjen e tyre. I pari kësaj here doli koalicioni Vakati Rasim Demirit, i ndjekur nga NDS-i, partia e Emilia Recepit, që në shkurt ishte e para, ndërsa një ulse e siguroi edhe Duda Balje me partinë e saj SDU, që edhe në këtë proces u rendit e treta të komuniteti bosnjak. Pas shumë mund një ulse që ju takon Goranëve si zakonisht e fitoi Adem Hoxha me partinë e tij, Jedin Svena Goranska Partia, pa u rrezikuar fare nga kandidati i pavarur Nezhmedin Sejdilar. Nga 4 ulse që ndahen mes egjiptianëve, ashkalinive dhe romëve, edhe në këtë proces 2 ju takuan të parve. Elbert Krasniqi me IRDK-n e vetëm Berisha me Pelejin siguruan edhe kësaj here mandatin, ani pse të 2 partit patën rënje të ndjeshme prej 100 votash krahasuar me zgjedhjet e shkurtit. Gara më interesante ishte brenda komunitetit ashkali. Ata përfaqësohen nga deputeti i njëjtë Artan Aslani, por tashmë ky me partinë e re PSA.
Ndërkaq ish partia e tij PAI ju bashkua koalicionit PDAK-LPB, por të trija bashk rezultuan me pak vota dhe mbeten pa mandat me 28 dhjetor. Por, përfaqësuesi i komunitetit rom në legjislaturën e re do të jetë ndryshe nga ajo paraprake. Ish deputeti Albert Kinolli me partinë PREBK ka ngelur jashtë kuvendit duke u renditur i dyti brenda komunitetit. Vendin e tij e merr Erxhan Galushi me LPRK-n, ndërsa partia tjetërore, KNRP, doli me së paku e votuara nga të gjitha partitë që morën pjesë në garë. Derisa viti kaluar shkoi pa institucione të konsoliduara, qytetarët u përballën me çmime të larta vazhdimisht. Njësit e ekonomisë pretendojnë se rritja e çmimeve do t'i prek ata edhe më ndjeshëm si vjet. Pas rejtimit të produkteve bazë viti 2026 ka nisur me një barë shtesë për qytetarët. Për shkak të rritjes së çmimit të energjisë elektrike, tash tutje dhe tarifat e ujit do të vinë me shtrenjtë. Ekspertët e ekonomisë paralajmërojnë se viti 2026 pritet të jetë më sfidues se viti paraprak. Në vitin 2026 kemi shumë probleme të bartura nga viti 2025 dhe viti 2026 do të jetë po aq sfidues, ndoshta më sfidues se sa viti 2025. Sipas Gërgjaliut, inflacioni në Kosovë ka arritur në 5.4%, niveli më i lartë në rajon dhe Evropë, duke zbërë efektin e rritjes ekonomike prej rreth 4%. Jemi dikon në 5.3-5.4% inflacionit, që është shkalla më e lartë inflacionit, jo vetëm në krahasim me vendet e Ballkanit Perëndimor, po në Evropë. Ai paralajmëron rritjet e çmimit të rrymës në muajin mars. Definitivisht në mars pritet ngritja e çmimit të energjisë elektrike, pra të gjitha këto do të jenë sfida të cilat do ta godasin qytetarët e Kosovës. Gërgjaliu theksoi se Kosova mbetet e varur nga importet, duke pritur që në vitin 2026 të shënojë rekord me rreth 7 miliard euro importe. Të nderuar shikues, këto ishin të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion qendror të lajmeve. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Mirupafshim.